Lullet e shtogut në saj të esencës, vitaminës B dhe C, tanineve, glukoziteve, rutin dhe sambonigrin, substancave të ngjashme me hormonet dhe mucilazheve që përmbajnë, kanë veti zbutëse, ndihmojnë gërësitjen dhe lirojnë spazmat e muskulaturës së butë. Pra, rekomandohen në sëmundjet e të ftohurit dhe në sëmundjet e rrugëve të frymarrjes që shoqërohen me temperaturë. Lullet përdoren edhe për të qetësuar dhimbjet e traktit tretës dhe ndihmojnë në lirimin e gazeve që formohen në zor. Frytet e thata të shtogut përmbajnë acide organike, pigmente, vitamina A dhe C, esencë, si dhe një faktor veprues që jep rezultate të mira në mjekimin e dhimbjeve që shoqërojnë disa sëmundje. Frytet kanë veti të lehtë laksative, efekt shumë të mirë terapeutik dhe antinevralgjik. Çaji i fryteve të shtogut përdoret edhe në formë gargare në raste të acarimit të fytit, bajameve dhe gojës. Përgatitja dhe përdorimi: 1 deri në 2 lugë çaji me bar lule hidhen në një enë kushtohet 1 gotë me ujë të valuar. Ena mbulohet me kapak dhe përmbajtja lihet në qetësi për 15 minuta. Pastaj kullohet dhe pihet sipas dëshirës me mjaltë ose me sheqer. Me frytet çaji përgatitet në këtë mënyrë: 1 deri në 2 lugë çaji me bar hidhen në një enë kushtohet 1 gotë me ujë të valuar, zihet 3 deri në 5 minuta, kullohet dhe ëmbëlsohet sipas dëshirës. Nga ky çaj pihet 1 gotë në ditë, sidomos para gjumit. Fryteve të njoma u përdoret lëngu, i cili përgatitet në këtë mënyrë: 20 gram lëng i fryteve përzihet me 10 gram verë të kuqe. Përzierja më sipërme pihet brenda ditës. Kura vazhdon në 1 deri në 3 javë deri në shqetësimin e dhimbjeve të nervit dhe të nervit sciatik.